Në vitin 1947, rreth 250.000 të mbijetuar të Holokaustit ndodheshin në kampe refugjatësh në Europë. Çështja e emigrimit hebre në Palestinë u bë një pikë kyçe politike, sidomos pasi Britania njoftoi përfundimin e mandatit të saj. Ngjarja e anijes Exodus në korrik 1947 pati pasoja të mëdha historike. Anija, me mbi 4.500 refugjat, u ndalua nga marina britanike, duke shkaktuar reagim ndërkombëtar dhe simpati për kauzën sioniste. Presioni ndërkombëtar dhe i brendshëm ndikoi në përshpejtimin e mbështetjes së Trumanit për emigrimin hebre, rritjen e mbështetjes për një shtet hebre, braktisjen e mandatit britanik dhe ndarjen e Palestinës në OKB. Megjithatë, kishte shqetësime serioze. Anija Exodus ishte e lidhur me organizata paramilitare si Hagana dhe rrjete që transportonin ilegalisht njerëz dhe armë. Ngjarja u kthye shpejt në mitologji politike që forcoi mbështetjen amerikane për Izraelin përmes librave dhe filmave që paraqiten si histori heroike.